أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hoq Khatibi kësaj xhamie Remzi Efendi, ju gjemat i nderuar i pranishëm në këtë xhami, lusë Allahun e madhreshëm që Allahu këto ditë të agjërimi që i kemi kalu, Allahut në i pranon. E farëndojmë Allahun që në këtë kohë, në këtë ditë, jemi të bashkuar në këtë xhami për të kalu disa momente dhe qaste të e këshilu njëri tjetrin. Momente dhe qaste të cilat janë ashtë të veçanta, sa që çdo minut që na e kalojmë xhami, me laqet luten për ne. Sikur se ka ardhur në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përderisa besimtarët masi e falin namazin në rinë xhami, për ta kujtuar Allahun dhu xhelal, për ta përmend madhinë e tij, aq sa rinë aty me laqet luten për të, o Zot më shiroj, o Zot fali ata. E lusim Allahun e madhëshëm që Allahu të na kaplon me mëshirën e tij dhe të na i fal gabimet dhe mangësitë që gjithë ne i kemi. Në këtë mundësi që na dha hoxha juaj i nderuar, Remzi Efendi, që takohemi me ju në këtë ditë të këtij Ramazanit, Ramazani i vitit 1447, kalendari islamik, 2026, kalendari gregorian, du me ju të ndaj disa kuptime që dalin nga një pjesë e një ajetit që flet për Ramazanin dhe agjërimin. Besoj se ju e dini se në surën Bekare janë disa ajete që flasin për Ramazanin, për agjërimin. Ajeti 183, 184, 185, 186 dhe me radhë. Në mesin e këtyre ajeteve është ajeti 185 dhe do mundohem të flas për fundin e këtij ajeti kuranor ku Allahu dhu xhelal fillon shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, dhe në fund të këtij ajeti thot walitukmilul iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ky Ramazan është detyrë dhe obligim për ne që nga dita e parë deri te e fundit. E inshallah Allahu na jep ymër, siç na dha ymër me fillu, inshallah na jep ymër edhe me mbaru. Andaj pjesa e parë është kjo, litukmilul iddata. Ju e keni borxh, e keni detyrë, e keni obligim me e plotësu krejt këto ditë e caktuara të Ramazanit. A janë 29, a janë 30, sa të janë caktuara me hanën që ka caktuar Allahu kalendar për besimtarët dhe pastaj për caktimet e kalendareve tona që kanë caktuar institucionet tona fetare. Herë janë 29, herë janë 30, po asnjëherë zbot 28 dhe asnjëherë zbot 31. Këto ditë e caktuara na si vjet në kalendarin ton, në sakin ton e kemi 29 ditë. Ama duhet mi plotësu 29, përderisa nuk kemi çmur, përderisa nuk kemi udhëtar. Secili prej neve ka detyrë dhe borxh me plotësu muajin e Ramazanit me agjërim. E tani, do të nuk është një ditë me majtë Ramazan, se fëmijët e majnë ditën e parë të mesme dhe të fundit. Si ti 15 vjet në mbyllëk, këtë ditë e Ramazanit i ki borxh me agjëru. Neve që na ka mësuar Allahu dhu xhelal si vjet me mri Ramazanin, edhe elhamdulillah kemi fillu me të mbarë, me agjërim të Ramazanit, me hatme të Kur'anit, me dhikr, me ibadete, me iftar, elhamdulillah. Kjo vlerë e kujt është? A është vlerë e jonë personale? Jo. Është dhundi e Allahu dhu xhelal. Shifne, une t'ua tham drejt, dje, t'u shkun taravi në xhami t'u shkun taravi. Unë që është në xhami ishte mush me xhamat, në qajtoret për rreth rrishin djemt e ton, vllazit e ton, luishin gur, edhe nuk shkeshin mu fal. Edhe ai ka agjëru.
edhe ti ke agjëru. Ama ti shkon në xhami, ai rinë çajtore. Edhe sot, na kena ardhur në xhami, e kena falë qindin, që e kena farz. Dikush s'ka ardhur me falë qindin. Ishim xhami plot, dikush nejti mas xhami sikur se keni nejt, jo, dikush shkojnë punë të veta, ka drejt gjithsesi se nuk është farz kjo. Ama me ardhur me falë qindin në vaktin e vet është farz. E tash, kush e bëri dallimin mes neve që e falim qinin edhe atyre vllaznive tonë që se falin qinin? Kush e bëri dallimin? Allahu Dhul Xhelal neve na dha sukses, na e çoi menën, na e shtoi vullnetin që na me shku mu fal në xhami, e ata tjerët nuk e kishin këtë motivim, këtë shtytje, këtë nxitje. Që na do të me kuptu se inspirimi, orientimi, shtytja, nxitja për punë të mira na vjen prej Allahut. Na vjen prej Allahut. Atë kur zemrat tona janë të bardha, atë kur zemrat tona janë të mbushura me iman, atë kur zemrat tona e kanë kuptuar sakt raportin ton me Allahun Dhul Xhelal, që na jemi robërit e Tij, e ai është krijuesi jon. Dhe çdo fjalë e Tij, jo çdo urdhën, çdo fjalë e Tij për ne ka rëndësi. Në punë dunjaja sot, kur flet një udhëheqës i grupit, ata punëtorët e marrin seriozisht, ama jo çdo fjalë. Kur flet një menaxher i dyqanit, i fabrikës, serioziteti rritet. Kur të vjerë pronarin punë, këtë gaditu i rinë. Jo vetëm urdhnat, por çdo fjalë janë ndëgjojnë me vëmendje. Njeri si ti. Pa Allah e ka gëzuar me pasuri më të madhe se ti, edhe ti nga respekti që ke për te dhe interesi për ti, janë ndëgjon jo vetëm urdhnat, por edhe çdo fjalë që e thot ai. Po Allahu Dhul Xhelal, krijuesi jon. Andaj njeriu, si kur të kishte mendu pak ma shëndosh, pak ma sakt, nuk do kishte me prit që Allahu të urdhnon për një punë të marë, po veç nëse përmen Allahu si punë të mirë, e do e kishte bo. Edhe kjo është dallimi mes sahabeve dhe neve. Ata nuk kanë pyet kjo puna është farz, a është sunet për me bo. Ata veç kanë pyet, a është pjesë e fesë kjo punë? Po, e kanë bo. Se kanë bo dallimin mes farzit edhe sunetit, se kjo është farz duhet me bo e bëj, kjo është sunet s'është farz me bo, është sunet kush do ne bën, kush do se bën, se bëj, jo. Çdo punë e mirë që i ka qute Allahu, i ka qute shpërblimi Allahut, i ka qute xheneti ata e kanë bo. Edhe na si musliman sot duhet ta ngjallim këtë vetdije. Çdo gjë që na vjen prej Allahut na duhet ta bëjmë. Edhe të kënaqemi duke e bën atë punë. Ka dallim. Mes një punëtorit dembel i cili vjen në orar të punës, edhe zabushat në punë, edhe këshiri sa ta përfundoj orarin shkoj te shtëpia i palodh, edhe një punëtor i cili vjen punë në orar të caktuar, jep hakun punës, lodhet, raskapitet si me kon malli i vet, edhe në fund shkon te shtëpia. Ka dallim. Edhe te Allahu ka dallim ky punëtor, edhe te shefi ka dallim. Andaj edhe na besimtarët, rob të Allahut, kemi dallim te Allahu mes atyre që janë të vëmendshëm, janë të përpikt në zbatimin e adhurimeve ndaj Zotit, edhe atyre që bëjnë shkëtë shka. Ashtu sikur se ky punëtori ka mu zgjedh fund vitit si punëtor më i mirë, ose pe punëtorëve më të mirë, nëse ka dhënë na fak Allahu asaj firmës me pas shumë punëtorë të mirë, edhe ka me fitu një dhurat, edhe ati që ka zabushat normalisht përveç vërejtjeve që ka me marrë, s'ka me marrë asë një dhurat. Edhe besimtarët, volillahi l-methelul a'la, edhe pse Allahu i ta kanë shembullin më i lartë, edhe besimtarët momentin që janë të zellshëm, janë të kujdesshëm, e japin maksimumin në adhurimet e tija, edhe ata kanë qenë veçantë te Allahu Dhul Xhelal. E agjërimi është një mejdan me të cilin Allahu i madhrishëm neve na jep mundësi me qenë të veçantë. Pse se është adhurim jashtëzakonisht i veçantë. Sikur se ka ardhur në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam,
se Allahu i madhëshëm ka thonë as-sawmu li wa ana ajzi'u bihi, agjërimi është imi dhe unë shpërblej për te. Dhe për këtë arsye, na duhet me madhnu Allahun, sikur se vazhdon ajeti Kur'an, wali tukabbirullaha ala ma hadakum. Që ju ta madhnoni Allahun për këtë udhëzim që va ka dhënë. Cili është ai udhëzim? Udhëzimi që e kemi kuptuar se kemi agjërimin obligim dhe mundësia që na ka dhënë na me e kry këtë obligim. Kjo është udhëzimi. Normalisht kur flasim na për këtë udhëzim që na duhet me madhnu Allahun për te, ulemat kanë thonë, puna e parë është që na duhet me kuptu se Allahu është ai që neve na gëzon me këto të mirat e tija. Ai është që na gëzon. Ne mendjen me bo ibadetin, na mundson me shiju kënaqësinë gjatë ibadetit, edhe pastaj na shpërblen neve për këtë ibadet. Shifne? Ai na çon menën, ai na jep emocione gjatë ibadetit, përsëri ai na shpërblen neve. S'ka kërkon kështu. Edhe kjo si vjen gjuhën e biznesit. Një biznesmen në thonë ti hajde këto se ka në gjali i mirë, i zoti, merre që të pare, punoj që këtë punë. Masi ti e parët, thot merre që këtë mall se shkon. Masi thot merre që këtë dyqan se është vend të mirë. Ti bën e punën, merre fitimin plus kipi mua është problem. Kush e bën? Maksimumin e bov dikush është që parët punof tilla. Kofshi Zoti, fito. Si e Zoti, Allahu ta dhash hajrin. A neve Allahu dhu xhelal na jep mendimin e mirë, na jep vullnetin për më ibadetin, na ndihmon gjatë ibadetit, na ndihmon ta shijojmë kënaqësinë e ibadetit dhe fund me ç'përbly. Edhe andaj ulemat kanë thonë se askush nuk hin xhenet me punët e veta. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam realisht, len yadkhula ahadukum al-jannata bi'amalihi. Askush për ju s'ka me hin xhenet me punët e veta. E i thanë sahabët, wala anta ya Rasulullah, asti? Së ti po ma shumë se na. Tha wala ana. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmeti, në përjashtim se Allahu më ka plot me rahmetin e tij. Sepse realisht këtë që i bëjmë na janë mendime në Allahut. Andaj, çka duhesh me dhon Allahu dhu xhelal, faktikisht ti e ke shfrytzu atë gjokerin me thon kështu kushimisht përpara. Edhe andaj tash Allahu t'jep plus rahmetin e vet për me hinë xhenet, se punët e tona janë pak, sepse ato janë bo mendime në Allahu dhu xhelal. Andaj, do thot na, udhëzimi Allahu ndaj neve shifet e para se në ka bo besimtar. E dyta se ne ka caktu agjërimin si ibadet të veçantë, i cili është jashtëzakonisht mejdan ku shpërblimi i Allahut është maramendës, është astronomik, askush nuk e din sa është. E treta, se nuk në kalon par regula, disipli dihet kur e nisim agjërimin, kur e përfundojmë agjërimin, dihet se çka e prish agjërimin, dihet se çka se prish agjërimin, këto janë rregulla të treguara, të sqaruara. Megjithëse se xhamati jon shpesh herë të llovitet, se është adhurim vjetor e kanë i përzihen meselet. Po na ka dhënë Allahu xhallar, që kena ka me pyet. Se ti për shembull me jetu në një vend jo musliman, edhe ke pranu islamin. Elhamdulillah ki kuptu se agjërimi është obligim, i ki kuptu rregullat gjenerale, kur fillon, kur përfundon. Mirë po ka mesele që ndodhin gjatë ditës agjërimit, edhe nuk e din përgjigjen për te, nuk e din fetfar. Edhe mendohesh ka ta pyes. Xhami s'kam, hoxh s'kam, andaj neve elhamdulillah Allahu na ka dhënë xhamia, na ka dhënë hoxhallar, për çdo mesele bile përpara, është dash me shku në kom të hoxha, të shtëpia me shku, të xhamia me shku, sot telefon në thirr. Parzit në thirrin një xhamat, për Shqipnia, i shkupit është për kishkun në Shqipni, ta hoxha një mesele dhe na me të vetë. Ta shbëra, dhe thot, në dakik, bile dikush, ka nërë gabon edhe konë, me shokja të bu mabet 11 natës, telefonit. Ha, ti kujton që na i telash, na i problem. Jo, thot hoxha i na të nejtë me shok të u boj qefe, na kina imë një debat, 11 natës, be vëlla. Ti të u boj qef me shok, po dikush e ka vaktin e pushimit. Se ti qosh në 10-11 për gjumit, dikush masabajt nuk flenë. E na kemi borën e mshelin telefonin zilin, janali mas 10 e gjimësve,
E kush thirr, inshallah nesër sabah e vën xhevapin. Do të them, kjo është dhunti, mundësi. Që ta ka dhënë Allahu Dhul Xhelal ti me mësu meselet e fesë që nuk e din. Dhe pe udhëzimit është se neve na ka dhënë vullnetin me i kry ato obligime edhe me luftu me i përsos ato. Ja dhënë hakin që themi na. E kjo është mesela e udhëzimit që na ka dhënë Allahu Dhul Xhelal dhe që na duhet me e madhnu atë për këtë udhëzim. E tash tekbiri, madhnimi na alhamdulillah, tekbirin e kemi të pranishëm në jetën tonë vazhdimisht. Non stop e kemi tekbirin me vete. Pse kjo? Që me na dhon neve dy kuptime. E para, me kujtu Allahun vazhdimisht, edhe e dyta, me abo me dije vetvetes se që ky Allah, që është krijuesi i gjithësisë, i qiejve dhe tokës, edhe i jemi, edhe i joni, është më i madhi. Edhe as kush s'është si ai, as s'është sa ai. Pse e themi këtë fjalë vëllazni? Pse? Se na njerëz jemi edhe fatkeqësisht shpesh edhe gabojmë. Me na ardh neve një intelektual, një dietar, po se njohim, nuk e përfillin. Na vjen një politikan, një pushtetar, që e njohim, i tregojmë respekt dhe kujdes atij. I themi na kush meriton më shumë respektu? Ky doktori i shkencave, apo ky kryetari i komunës, apo kryetar ministër, apo kryeministër? Ai që merret me dije dhe shkencë, te na musliman duhet me kon më i ngritur i gjithëve. Masën e tjerë si pas shërbimit që ja bëjnë fesë, edhe shërbimin që ja bëjnë vendit. Ama te na, për shkak interesave të vogla të kësaj bote, vjen një dietar i madh, vjen një hoxh i madh, vjen një intelektual i madh, te dera. Vjen një politikan me gjithë si e ka sos shkollën e mesme, fakultetin e ka marrë si e ka marrë, çdo mandat ka hi të premtu, e asnjë premtim se ka realizu, do më ka rrejt, ai kryet vendit. Na e bëjmë, unë edhe te e bëjmë këtë punë, nuk kemi të folë për tjerë, na e bëjmë, që ta është të folë une, me ardhë dikush në politikan, ke qomin kohë, hajtë dhe që të kryet vendit. Anë gjami si reshtohen muslimantë. Me të ardhme, kush vjen i pari në saft parë, i dyti në saft dytë, i treti në saft tretë, i fundit të dera. Ama jo, na kena qef politikanin të avnojmë saft parë, po ka dalbe se zinë është edhe abdes me mara i mirë. Unë i ta ditë më falë, kine na shumë musliman të mirë të që, elhamdulillah, janë besimtarë, devotshëm për ditë falen, pse e len atë masë. Normalisht, unë e kuptoj si qëllimi është me tregu respekt për pushtetin, respekt për mirë, po duhet, nëse na kemi kujdes për këta njerëz, respektin më të madh me pas për të diturit, për ata që dobia për tyve është afatgjate dhe gjithë, domthonë njerëzit përfitojnë prej tyre. Allahu Dhul Xhelal në Kur'an e ka bërë të qartë dallimin mes dietarëve dhe jo dietarëve. Ka thonë, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. A mund të jenë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë? Nuk mund të jenë të barabartë. Yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu i ngrit në drejtë të mëdha ata që kanë iman edhe kanë dituri. I ngrit. Edhe të diturit për herë të na muslimanët janë më të mëdhejt. Më të mëdhejt. Edhe ulemat kanë thonë, në pushtetarët, në gjuhën e fesë, janë ulemat edhe qeveritarët. Po ulemat janë më të mëdhej se qeveritarët, shkencëtarët, ekspertët. Pse se qeveritarët nuk munden asnjë gjë me bë pa u konsultuar me shkencëtarët, me ekspertët e lëmive. Edhe andaj të gjitha situatat mbeten dietarët më të mëdhej se qeveritarët. Se edhe këta kanë pushtet, edhe këta kanë pushtet, pushteti i dietarëve është më i madh se pushteti i qeveritarëve. Kjo është mesela na duhet me ditë. Edhe sipas kësaj mesela na duhet me vepru. Tash kur themi në Allahu Ekber, atëherë kuptojmë se kjo fjalë pse neve na shoqëron vazhdimisht gjatë jetës sonë. Për shembull, ezani i parë që thirret në sabah, me çka fillon? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Do të kur këtë bota është u flet, muezini ka dalë në xhami, e ka marrë mikrofonin edhe fjalën e parë që thot Allahu Ekber.
E ti kur zgjohesh me këtë fjalë, ti duhesh me të rënqedh trupi, me të dridh zemra. Kur këtë vendi o të flenë e pushon, muezini ka dalë me thonë, ej, o insan, o millet, o popull, mos harroni se Allah është më i madhi. Edhe e vazhdojmë na me madhnimin e Allahu Dhul Xhelal, pastaj kur him namaz, fjala e parë që them është Allahu Akbar. Shife? Çdo namaz e filloj me Allahu Akbar dhe çdo tekbir kalimtar e kemi me Allahu Akbar. Kur ti bash hesab matematika dalin plot. Edhe kur ta përfundosh namazin, do thot e fillon me madhnim të Allahu Dhul Xhelal. Edhe Allahu Akbar e ki pjesë për dhikreve të namazit. Sepse Allahu duhet mu gdhen kjo në kokën tonë, në zemrën tonë, jetën tonë, se nuk ka kush i afrohet madhnisë të ti subhanahu wa ta'ala. Edhe nevoja jonë për te është e vazhdueshme. Edhe na çdo herë duhet m'ia kujtu vetë se Allah është më i madhi, edhe mos më utut prej kërkujt, edhe mos me shpresu askend. Gjë që ki nevoj, trokit e derën e Allahut. Gjë që ki trem frik, mshtetu të Allah. Edhe e së përpara. Mos e ki gale se s'ka me ndodh asgjë përveç asaj që ka caktu Allah. Njerëzit mund me bo kurthe, mund me bo hile, mund me bo sabotime, mund me bo komplote, ama ato nuk realizohen nëse Allah nuk e pleje. Sa e sa kurthe, sa e sa komplote, sa e sa shantazhime kanë shku huq, se Allah s'ka dhonë izën me ndodh ata. Edhe e kthen Allahu Dhul Xhelal çdo humbje në fitore. Për shembull, rasti i fundit dosja Epstein, shumica e trive e din, po edhe plesht e kanë një. Çka dul shesh? Se ata kanë bo kurth, se cilit ja kanë bo kurthën, se cilin që kanë shtin në xhehenem të vetin, që kanë qujt paradajs, se kanë qujt xhenet ata. Në gjdo xhehenem, gjdo njëri që kanë shtin në xhehenemin e vet, ai Jeffrey Epsteini i ka bo dosje. Pse se nese ta shantazhoje. Edhe subhanallah, kur dullën tash të dosje, një pjesë e dosjes ka dalë, domethënë 3 milion dokumente që kanë dalë, Allahu e din edhe sa s'kan nxjerr, a gjetu lajmi se edhe 6 depo me dosjet fshehta, që alo si kanë mëri, në më thonë, shërbimi informativ i Amerikës me izbulu ku janë ato, ku me di çka ka. Bilim ato thënë janë më të rrezikshme. Mirë po, të do kryetar musliman, ajo dul në avantazh, se ato me zveti të fol, ketë i kemi ndora, ma që këtë Recep Tayyip Erdoganin së në shtinë ndorë. A ju bohë shërë për ata tjerë që kanë hinë këtë loqë, këtë bërlok, a më bohë hajrë për këtë tjetën që e ka rujt dinin e vetë, imanin e vetë. Pse se kurse që kanë desh me abo atik, sot kanë dalë shesh, edhe po merët vesh, kush e ka bo, edhe që ka desh me mëri. Po besimtarin dhe devotshëm Allahu e ka rujt, e ka mbrojt, edhe këto dosje tani dalin faktisht lavdrim për te, dhe normalisht shëmti për gjithë ata që kanë qenë pjesë e kësaj dosje të zesë. Normalisht na në Ramazan edhe përfundojmë Ramazanin me tekbire. Si e përfundojmë Ramazanin? Natën e fundit Ramazanit s'ka teravi, s'ka veç yatsi. Po mas Ramazanit çka vjen? Vjen Bajrami. Na kur shkojmë në Bajram, pin në akşam do të thonë, pin një qini faktisht të ditës fundit deri në Bajram bëjmë tekbire. Edhe përfundojmë faktisht Ramazanin me tekbire. Andaj tha li tukmilu iddata wa li tukabbiru Allah ala ma hadakum. Që ta plotësoni Ramazanin dhe ta madhnoni Allahun që ju ka udhëzu juve, va ka mësuar rëndësinë e Ramazanit dhe va ka ndihmu me kry Ramazanin dhe va ka dhënë ymrin me përfundu Ramazanin. Andaj atëre kur e përfundojmë në Ramazanin me tekbire, atëherë faktisht na e ndjejmë përkrahjen, ndihmën, pranin e madhnisë së tij në këtë adhurim madhështor që kemi bërë na dhe fillojmë me kuptu praktikisht çfarë do të thonë se Allahu është më i madhi se çdo gjë. Dhe në fund thot wa la'allakum tashkurun, që ju të bani falendërues. Shpesh e kemi thonë, edhe këtë e shohim gjithë. Një njeri një cigare me ta dhonë,
ti I thu faleminderes. Po masene nuk mjaftohesh me faleminderes, po mundohesh me ja kthy cigaret me cigare. Megjithëse cigaria të bën dëm, nuk është nëse që duhesh me thonë faleminderes. Se ti thu faleminderes ku ta jep dikush diçka që të bën hajër. E cigaria të bën dëm. Mirë po kultura jon është e tillë që na ka mësuar feja islame, që kushdo që të jep diçka, ti me falëndru atë, po bile mu mundu me ja kthy të mirët me të mirë. E nëse Allahu neve na ka zgjedhë, na ka bërë musliman. Nëse Allahu neve na ka zgjedhë dhe na ka dhënë ymër deri këtë Ramazan. Nëse Allahu neve na ka zgjedhë dhe na ka dhënë mundësi me agjëru këtë Ramazan. Nëse Allahu na ka zgjedhë dhe na ka dhënë ymër me kalu këtë Ramazan. Nëse Allahu neve na ka zgjedhë dhe na ka dhënë ymër me përfundu këtë Ramazan. Atëherë sa herë na duhet me thonë Allahut faleminderes. Sa herë na duhet me falëndru Allahun për këto të mira që na I ka dhënë. Shumë herë, pa kufi. Andaj tha Allahu thon wa la'allakum tashkurun, ndoshta ju bëheni falendrues. Falendrues të vërtetë ndaj Allahut për shkak suksesit që na dha Allahu xhelal në këtë ibadet dhe me ndje për zgjedhjen. Se sa njerëzit në botë sot nuk janë musliman hiç. E ti je musliman. Sa musliman kanë vdekë Shaban, e sa kanë mirë Ramazan. E sa musliman e kanë mirë Ramazan, po janë smundë se mojnë Ramazan. E sa musliman e kanë nisë Ramazanin, ama ka vdekë fillim të Ramazanit. Dje ka pas gjenaze, për dje ka pas gjenaze, për ditë ka pas gjenaze. E ti të mund, edhe të zgjedhë të bëni musliman, edhe të dha ymër deri në Ramazan, edhe hynë në Ramazan, edhe vazhdove Ramazanin, edhe e përfundove Ramazanin. Andaj falëndrimi ndaj Allahut është për mi ndje këto për zgjedhje. Që Allahu me të vërtet ka dhënë ty shumë falëndrime. Ulemat kanë thonë falëndrimi ndaj Allahut është dy lloje. E para falëndrimi për të mirat e kësaj bote. Dhe e dyta falëndrimi ndaj Allahut për të mirat e ahiretit. Mirat e kësaj bote I dim ketna. Haje, pije, veshbathje, strehën mbi kokë, shok, miq, dashamir, evlat, këtë janë të mirat Zotit që na ka dhënë. Allahu kujdon me dhon ja jep. Dunjon, pasurinë, ti punon sa dush, nëse Allahu nuk don me dhon s'jep. Andaj duhet me falëndru Allahun për këtë të mira që I kemi. E falëndrimi ndaj Allahut është edhe me thonë elhamdulillah me goje me zemër, po edhe me u pa gjurma e asaj të mirën të jetën tonë. Shijoje atë begati, atë pasurinë që dhon Allahu xhelal. Po nëse ti e falëndron Allahun për këtë të mirë, Allahu t'i shton. Po më e madhe se kjo është, do thotë mirësia e ahiretit, e cila nënkupton udhëzimin në iman dhe udhëzimin në vepra të mira. Se imani dhe vepra të mira neve na garantojnë, na japin shpresën e fitimit të xhenetit. E nëse fitojmë xhenetin, atëherë gjithsesi e kemi marrë të gjitha të mirat e Zotit. Andaj Allahu dhu xhelal tha: "Wa la'allakum tashkurun", që t'jeni falëndrues. Kështu që na për me përfundu këtë kuptimin dhe sharimin e këtij ajeti kuranor, do të shansa e artë e kemi mri. Inshallah na jep ymër me përfundu. Shansa tjetër është me rrit kualitetin e ibadeteve tona, agjërimit ton, hatmeve tona, dhikrit ton, duave tona, sadakave tona, namazin ton, rritë kualitetin. Treta, falënderoj Allahun sabat drejk, elhamdulillah o Zot që ma ke mundsu, elhamdulillah Allah që ma ke dhon. Edhe vazhdon këtë rrugë deri në fund, e inshallah Allahu pas të gjithëve na gëzon me bajram. Muslimanët kanë dy bajrama. Një kanë dunja, bajramin e fitrit edhe bajramin e kurbanit, edhe më të madhin bajram e kanë kur të hyjnë në xhenet. E inshallah neve gjithëve që na mëson Allahu me kalu këto bajramet me gëzim këtë botë, na mëson me përjetu edhe bajramin më të madh, me marrë myshën për Allahu se kena me qenë banor të xhenetit inshallah taala. Walhamdulillahi rabbil alamin.